Situatat brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri kanë qenë nga më të shumta ditët e fundit. Një prej tyre ishte edhe ajo mes Gjesit dhe Eglit me banorin që u bezdis një natë nga nishani i Eglit. Ishte dashura e Gjesit, Xheneta i ironizoi banorin duke thënë se do i shkulte flokun nëse kjo situatë do ndodhte me të, dhe shtoi gjithashtu se ai është mosmirnjohës ndaj një vajze që sillet mirë me të. Të më thoshte mua nëse po pengonin qimet, ja kisha shkullur flokët, theksoi ajo. Ka 2 javë që marr mesazhe të tilla. Vazhdoi të mendoj njësoj që ai është mosmirnjohës kur një femër sillet mirë me të, u shpreh Xheneta. Më pas, ndër të tjera ajo foli në lidhje me situatën e saj emocionale me Gjestin. Xheneta jo përgjigj disa pyetjeve nga publiku që rrotulloheshin rreth saj dhe Gjestit, të cilat më parë kanë pasur një raport dashurie. E pyetur se si u ndje Xheneta kur pa që Egli dhe Gjesti u puthen, ajo deklaroi: "Nuk kam se të ndihem as mirë as keq, nëse ata duan të lidhen suksese", u shpreh ajo. "Jam lidh me të për atë shpirtin e tij fëminor që ka, jo që i ka ato kriteret që unë dua të ketë një mashkull", tha ajo duke treguar se pse u lidh me Gjestin. Ndërsa pyetjes nëse do të bënte një bebe me Gjestin, ajo tha një jo të prerë. Për sa i përket Xhenetës, nga burimet të sigurta bëhet me dije se ajo është në një njohje me një mashkull misterioz. Siç duket, ajo ka lënë pas historinë me Gjestin dhe burimet të sigurta bëjnë të ditur se Xheneta po shijon një njohje të re. Se kush është mashkulli misterioz që po ja merr zemrën, detajet do t'i marrim vesh dita ditës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.